përmende të rinjt, duke ju referuar patjetër përmbajtjes së serialit Snob, po unë do doja të pyesja ty si Ols, që karrierën e ke filluar vite më parë, atëherë kur ishte edhe pak më e vështirë, po e them. Si do i përshkruaje të rinjt sot? Kanë lidhje me snobin këtë? Unë e dëgjoj shumë shpesh, ka një her pas here shumë njerëz flasin për shumë të rinj që nuk punojnë, që janë të demoralizuar ose duan direkt të mbrin tek ajo thela, të mbrin direkt në sukses etj. Të bëjnë goditjen e madhe. Un kam një, le të themi, mblejoni që ta them pak këtë gjë. Kam një këndvështrim timi mbi këtë gjë. Askush nuk mund të bëhet me faj se do diçka. Në fund të ditës të gjithë marrin, unë e besoj shumë këtë gjë që në fund të ditës të gjithë marrin atë që meritojnë. Askush mos mendoj që ka marrë atë që s'e ka merituar. Kjo është këtë besoj unë. Dhe siç edhe po flas për këto të rinj që themi janë këto që duan direkt të mbrijnë në sukses, njoh edhe shumë vajza dhe djem që punojnë me shumë pasion dhe e dinë shumë mirë që për të mbritur te ajo gjëja mbrihet me punë, me shumë punë dhe me fat në fund të ditës. Dhe për te këtyre që përmenda, të duhet që të kesh edhe shumë durim që ti të marrësh goditje her pas here. Ndërsa nëse fokusohemi te këto të rinj që nisën fillim që duan të mbrijnë në atë pikën direkt të fitimit, pse mos i arrijnë? Pse mos ta kenë këtë ambicje? Pse mos ta kenë këtë ambicje? Pse duhet që kush jam unë, ti them atij që bëj si unë, dhe lodhu ti nga mëngjesi deri në darkë. Nuk kam asnjë arsye unë që ti them atij ti merr pasqyrën time dhe shiu. Jo. Në fund të ditës thuhet edhe ajo shpreha që work smart not hard. Megjithatë, kush i ka mend plot që të punoj smart, megjithatë, parimisht diçka kundër kësaj thuhet ti nuk kam, po pyetja që vjen nga mbas është çfarë je i gatshëm të lësh në këmbim të mbritjes së shpejtë, të rrugës së shkurtër të goditjes së madhe. Pasi gjithmonë duhet se falas nuk është ajo punë. Po sigurisht, po ky është një paragjykim që ti bën tani. Ashtu? Se ndoshta pa diskutim që po. Se jo domosdoshmërisht ti duhet të shkëmbesh diçka të vetes tënde me atë suksesin që ta jep dikush. Po pse duhet të ta japi ai? Po sepse kjo po nuk kuptohet që ti të mbrish atje. Pasi je shumë i aftë. Që ti të mbrish atje, ka njerëz që e kanë prekur suksesin shumë shpejt. Dhe e kanë prekur qoftë edhe këngëtar, e kanë prekur suksesin sepse kanë patur një hit. Sepse nëpërmjet atij hitit, pa marrë këngëtar sepse është një gjë solo player. Po nëpërmjet atij hitit kanë ditur që ta shfrytëzojnë atë moment dhe të qëndrojnë në qendër të vëmendjes me produktet e tyre. Edhe pse nuk është një rast që përsëritet shumë shpesh, po është një rast. Dhe për sa kohë ti e ke një shembull, pse mos ta marrësh atë shembull si shembull? Ja Siriara, ora mbaroi. Do shkojmë te Stars nga Pink Panthers. Te një njerëz i suksesshëm le të shkojmë. Okej.